Një grua e organizoi ceremoninë e dasmës 2 herë brenda 2 ditësh, për t'u siguruar që një nga njerëzit më të rëndësishëm në jetën e saj të ishte aty. Emma është jashtëzakonisht e afërt me gjyshërit e saj, veçanërisht me gjyshin Georgi. 78 vjeçari u diagnostifikua me demencë në maj të vitit 2024 dhe me kalimin e viteve, gjendja e tij është përkecuar. Mjerisht, kjo do të thotë se ai nuk mundi të merrte pjesë në ditën e veçantë të martesës, kështu që Emma dhe burri i saj Lester u martuan përsëri, për herë të dytë atë javë. Në një ceremoni tjetër të mbajtur në azilin e gjyshit të saj, në Vale of Glamorgan. Unë dhe gjyshrit e mi kemi qenë gjithmonë shumë të afërt, tha ajo. Kështu që kisha idenë që kur të martohesha, gjyshi im do të ishte ai që do të më shoqëronte drejt altarit. Por ndërsa demenca e tij u përkeçua, ishte e qartë se kjo nuk do të ndodhte, shtoi ajo. Për familjen time do të jetë përgjithmonë një kujtim kaq i veçantë, deklaroi Emma.